Të nderuar të pranishëm, veteran dhe invalid të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, familje të dëshmorëve, sportist, sponsor, dashamirë të sportit dhe mbi të gjitha, e nderuara familje heroj të Kosovës, Remzia Demaj, në emër të Këshillit Organizativ ju uroj mirëseardhje. Sonte jemi mbledhur në një mbrëmje të veçantë, jo vetëm për të përmbyllur një turne futbolli dhe për të ndarë çmime për më të mirët, por edhe për të nderuar kujtimin dhe veprën e njërit prej adhetarëve të shuar të Kosovës, komandant Petrit Kodra. Ky turne tradicional ban emrin e tij dhe organizatohet çdo vit në shenjë respekti, mirënjohje dhe kujtese për sakrificën e tij dhe të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë që gëzojmë sot. Kjo është një ditë edhe më veçantë, sepse sot është ditëlindja e herojit Remzia Demaj, duke na dhënë një arsye më shumë që të kujtojmë me krenari, respekt dhe nderim. Në këtë moment, juftoj të gjithëve që të mbajmë një minutë heshtje në shenjë nderimi dhe respekti për herojin e Kosovës Remzia Demaj, si dhe të gjithë dëshmorët që sakrifikuan jetën për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Lavdi! Gjatë këtij turniri kemi parë garë të ndershme, respekt, disiplinë dhe frymë sportive. Kemi parë ekipe që luftuan për çdo top dhe për çdo fitore, duke dëshmuar se sporti është një mënyrë e shkëlqyer për të bashkuar njerëzit dhe për të promovuar vlerat më të mira të shoqërisë sonë. Sonte do të shpërblejmë më të mirët e këtij edicioni, dhe të kujtojmë se trofet dhe medaljet kanë vlerë të madhe, por vlera më e madhe mbetet respekti për historinë dhe gjithë atyre që u flijuan. Filloj me ndarjen e shpërblimeve. Kërkoj që referat legjendar të vendit tonë, nga Zhuri, Veli, Rizanaj dhe Hajri Kurtaj, të ndajnë mirënjohje për referat e këtij turniri, për Ardit Halilaj dhe Admir Krasniqi, i ftoj nga ne mirënjohje. Radhën e vazhdojmë me dhënien e çmimit të lojtarit në perspektivë. Ftojmë familjarin nga familja Badallaj, Gjemshit Gjylber dhe Ajrim Badallaj, kryesisht Ilir Badallaj, që të ndajë këtë mirënjohje. Ky çmim i dedikohet një lojtari që ka dëshmuar talent, karakter dhe potencial të madh për të ardhmen. Personalisht, si staf organizativ, kujtoj se para 10 vite, një çmim të tillë e ka marrë edhe Lumbar Delova. Lumbar Delova, i cili sot luan në kombëtarën e Republikës së Kosovës. Ai ka luajtur në këtë turnir. Andaj lusim edhe këtë çmim të lojtarit në perspektivë, që është dhe i ofrojmë të ardhme dhe suksese Florian Muja. Flori!
Jep dhuratën. Ilir Badallaj, urime Florian Muja, së shpejti do të jesh në ekipin kombëtar. Ju urojmë që të na përpasoj në kombëtare, në evropian, në botror, Florian Muja. Ftojmë familjarin e dëshmorit Beamir Memaj, djalin e tij Andi, që të ndajë çmimin e golashenuesit më të mirë të këtij turneu. Golat janë gjua më e bukur e futbollit dhe sonte ponderojmë lojtarin që e foli këtë gjuhë, më mirë se kushdo tjetër, me paraqitje të shkëlqyera dhe me numrin më të madh të golave të shënuar, ai meriton titullin e golashenuesit më të mirë të këtij turniri. Dhe ai është Kreshnik Bahtiri. E ftoj që të merr milionin. Ftoj familjarin e dëshmorit Mevlan Hoxhaj që të ndaj çmimin për portieri më të mirë të këtij turniri. Me refleks të jashtëzakonshëm dhe pritje vendimtare, ai ishte gardioni që bëri diferencën kur ekipi ishte më së shumti në nevojë. Dhe ai është portieri më i mirë, Dashnor Badaj. Ftojmë Dashnor Badaj që të merr shpërblimin. Dashnor Badaj. Invalidin e luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, Berat Ademaj, që të ndaj çmimin e lojtarit më të mirë të këtij turniri. Në çdo turnim ka një emër që spikot, një lojtar që merr përgjegjësi, krijon diferencën në fushë dhe bëhet frymëzim për ekipin e tij. Sonte kemi kënaqësinë të shpallim fituesin e këtij çmimi, lojtarit më të mirë të turnirit, Angel Ayozaj. Angel Ayozaj, lojtari më i mirë i turnirit në futboll të vogël, Enzia Demaj, 2026. Urime. Ftojmë familjarin nga familja e dëshmorit Peris Susuri që të ndaj medaljen për ekipin e dytë finalist. Të nderuar sportist,
ekipi komandant Petriti, ju keni zhvilluar një turne të jashtëzakonshëm, duke kaluar me merit të gjitha fazat, deri në finalen e madhe siç e shijuam sonte. Edhe pse sonte trofeja shkon vetëm për një ekip, rruga juaj, paraqitjet dhe lufta sportive janë një dëshmi e qartë e cilësisë dhe karakterit që keni treguar. Ju falenderoj për emocionet dhe për futbollin e bukur që keni dhuruar gjatë këtij turneu. Respekt dhe urime për paraqitjen tuaj. Komandant Petriti. Urime finalistëve, urime ekipi i dytë. Komandant Petriti, finalistëve vendi i dytë. Urime. Të nderuar të pranishëm, jemi në emocionin vetimtar për të shpollur ekipin kampion të këtij turneu. Për derë të herojt të Kosovës, Remzia Demaj, ftoj familjarin, gjithësisht birin e komandantit Remzia Demaj e Jupa Demaj, si dhe djalin e herojt të Kosovës, Xhevat Berisha, Dardan Berisha, që të ndajnë çmimin kryesor të këtij turniri. Të nderuar sportistë dhe të pranishëm, ka ardhur momenti më i pritur i kësaj mbrëmjeje. Ju ftojmë që ekipi kampion, Roan Group, të dalë për të pranuar medaljet e fituesit, si kurorëzimi i një rruge të jashtëzakonshme, të mbushur me përkushtim, disiplinë dhe shpirt gore. Urime kampion, urime Roan Group. Me shumë respekt dhe mirënjohje në këtë sheshtë të dëshmorëve, prolapitorit të qytetës së Zhurit, e Jupa Demaj dhe Dardan Berisha dorëzojnë shtatorën e herojt të Kosovës, Remzia Demaj, ekipit finalist